për herë të parë diagnozën e PCOS-s apo edhe të endometriozës më vonë, nuk e kuptova në moment se sa pesh do kishin këto dy diagnoza në të ardhmen time si grua dhe në mundësim për t'u bërë nën. Në atë kohë, do doja shumë që dikush të më fliste për planifikimin, të më tregonte opsionin e ngrirjes së vezëve, të më tregonte për IVF-in, që nuk duhet parë si një dështim, por IVF-i duhet parë si një mundësi, si një forcë për të përmbushur dëshirat e tua. Ky episod nuk do të jetë një leksion mjekësor. Ky do jetë një episod shumë i ndjerë, me dy të ftuar shumë special. I pari do të jetë një ginekolog, specialist fertiliteti, dhe e dyta do të jetë një vajzë e cila vuan nga endometrioza dhe do të ndaj historinë e saj të endometriozës dhe procesin e ngrirjes së vezëve. Jam e lumtur që po e ndaj këtë video sot me ju, po ndaj dhe një pjesës shumë të vogël të rrugtimit tim, sepse mendoj që sa më shumë të dim, aq më shumë dhe aq më pak frikë do të kemi. Po flas për ju, por unë jam një prej jush që çdo muaj vazhdoj shpresoj. I ftuari i parë me mua sot është doktor Blerti Çami, mjek obstetër ginekolog, specialist fertiliteti pranë klinikës Ursula, një klinik me 22 vite eksperiencë në fekondimin in vitro, dhe me zipres të ndajmë me ju të gjithë bisedën sot. Doktor Blerti, përshëndetje. Faleminderit për ftesën në këtë studio kaq të ngrohtë. Më bëhet qefi që të ka pëlqyer. Doktor, unë dua që të hym direkt në temë dhe të flasim për atë që po shqetëson shumë çifte sot dhe që quhet infertilitet. Pse mendoni që infertiliteti është rritur kaq shumë, sidomos këto vitet e fundit? Në fakt, ky është një perceptim, pra ashtu perceptohet sikur infertiliteti është rritur shumë. Dhe është një perceptim që bazohet në gjysmë të vërtetë dhe gjysmë jo të vërtetë. Pse themi gjysmë jo të vërtetë? Sepse kur themi që është rritur sot, ne duhet kemi një pikë referimi, pra me çfarë e krahasojmë. E krahasojmë si ka qenë para 10 vitesh, para 30 vitesh, 50 vitesh, 100 vitesh. Qenie njerëzore kanë miliona vite që riprodhohen në këtë planet. Çështja është që ne nuk kemi studime të mëparshme, pra jo më të hershme se 50 vjet, që të mund ta krahasojmë, pra si ka qenë në periudha të ndryshme të historisë njerëzore për të njëjtën grup mosh. Kështu që përderisa nuk i kemi këto studime, nuk mund të themi dot me siguri që ai është rritur krahasu me gjeneratat e mbarshme. Ndoshta ne testojmë pak më shumë sot? Testojmë pak më shumë sot. Dhe kjo është sërish një arsye që të krijon mundësinë të krijohet perceptimi sikur ai është rritur. Sepse më përpara ka qenë i patestuar dhe jo vetëm kaq, por ka qenë i panjohur. Për shembull, Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka futur në grupin e sëmundjeve vetëm në vitet 2000. Pra më përpara nuk konsideroi as smundje, konsideroi thjesht një çrregullim për të cilin neglizhoi dhe nuk merrej seriozisht. Kështu që në këtë kontekst mund të themi që nuk mund të jemi dot shumë të saktë kur e krahasojmë me brezat e mëparshëm. Po ashtu nuk jemi shumë të saktë me një fakt e para këndvështrimi për faktin sepse ne sot tentojmë të ngelim shtatzan më vonë. Dhe automatikisht infertiliteti shfaqet më shumë. Po kjo nuk ka të bëjë me brezin e sotëm. Në çdo brez, nëse edhe në vitin 1 pas Krishtit, nëse do tentoje të ngelje shtatzan, po themi 45 vjeç, do kishe vështirë për të ngelur shtatzan. Po thjesht duke qenë se ne tentojmë të ngelim në këtë grup mosh, ai vihet në dukje. Është thjesht një ndryshim fiziologjik që vjen me moshën dhe që shfaq infertilitetin si një nga pasojat e kalimit të viteve. Por ka dhe të vërteta. Të vërteta që ne mund t'i krahasojmë. Për shembull, më i krahasueshmi ka të bëjë me infertilitetin mashkullor. Sepse tek femra diagnoza e tij ka shumë teknologji që është e fundit, ndërkohë që për të diagnostikuar infertilitetin mashkullor mjafton të një spermogram. Dhe ne mund ta krahasojmë. Dhe nga vitet 70 deri sot kemi një përgjysmim të përqendrimit normal të spermatozoidit. Nëse do i referohemi botimeve zyrtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i pari në vitet 2000 dhe i fundit në 2021, vëmë re që spermograma në vitet 2000 ka patur një përqendrim minimal 20 milion për mililitër, ndërkohë që sot është 15 milion për mililitër.
lëvizshmëria ka qenë 50%, ndërkohë që sot është 30%. Dhe morfologjia ka qenë 15%, ndërkohë që sot është 4%. Në qoftë se quaj lëvizshmëri të paktën 50% me lëvizje progresive, sot është 30%. Dhe në qoftë se te morfologjia kishim një referencë 15% për normën, sot quhet 4% normale. Pra në këtë kontekst kemi një përkeqësim të fertilitetit, ndoshta më i evidentuar tek meshkujt për shkak të ekzaminimit që ka ekzistuar dhe vazhdon të jetë dhe është po i njëjti, por edhe për arsye të tjera të cilat tek meshkujt mund të ndikojnë ose mund të jenë më të ndjeshëm ndaj faktorëve ambiental se sa çfarë mund të ndikojë për shembull se flitet shumë zakonisht infertilitetin e lidhin vetëm me femrat, por në fakt rreth 50% e problematikës, le të themi, i takon edhe pjesës së infertilitetit mashkullor? Nëse do flasim për ndarje, janë rreth 40% mund t'i ndajmë në meshkuj, 40% femra dhe 20% angeli pa njohur. Pra ne nuk e kuptojmë pse çifti nuk po ngel shtatzan. Tek meshkujt ekziston, pra në mënyrë të barabartë me femrat, kryesisht kur janë çifte të reja ka më shumë gjasa që të kemi një faktor mashkullor, ndërkohë që kur janë çifte në një moshë të caktuar, faktori femëror bëhet më i rëndësishëm. Tek meshkujt ndikon ambienti dhe stili jetesës për arsye sepse spermograma si ngjarje është në proces prodhimi të vazhdueshëm dhe qelizat që ndahen shpejt dhe që janë në proces prodhimi të vazhdueshëm janë më të ndikueshme nga faktorët ambiental. Dhe ambiental kam parasysh qoftë toksinat ushqimore që mund marrim, pesticidet, metalet e rënda, mikroplastika, stili jetesës, obeziteti ose veçanërisht tek meshkujt përdorimi i androgjenëve ku shkojnë në palestër për të rritur masë muskulare ndikojnë negativisht. Obeziteti po ashtu. Ndërkohë që tek femrat ka faktor, po vetë vezët janë më rezistente, sepse ato prodhohen një herë që ndrojnë në një gjendje gjumi që i bën më rezistente ndaj faktorëve të jashtëm. Por ajo që ka efekt shumë tek femra është mosha. Ajo është vendimtare në rezultatin qoftë të mundësisë natyrale për të ngelur shtatzan, qoftë në ecurinë e shtatzanisë, qoftë dhe në rezultatin e teknikave ndihmëse që ne kemi për ato. Kur është momenti i duhur që një çift duhet i drejtohet mjekut për ta ndihmuar në procesin e të sjellit në jetë një fëmijë? Kjo buron automatikisht nga përkufizimi i infertilitetit. Pra që ne ta quajmë se kemi të bëjmë me një problem me ngeljen shtatzan, duhet që çifti të ketë të paktën një vit që kryen marrëdhënie të rregullta. Deri në ç'moshë kjo? Kjo është në të gjithë grup moshat, por ne bëjmë një farë diferencimi. Për shembull, kur janë tek të 20-tat, presim deri në 2 vit. Kur janë midis 30-35, 1 vit, mbi 35, 6 muaj. Në çdo rast duhet të paktën 1 vit për ta quartur diagnozë, po për të arritur në këtë diagnozë lind pyetja ku ne duhet fillojmë momentin e hetimit për të zbuluar një arsye. Dhe kjo kohë që unë ju përmenda është koha që ne presim për ta vlerësuar një çift dhe pastaj të gjykojmë në qoftë se duhet të vazhdojnë të tentojnë natyralisht apo ka diçka që ne duhet t'i japim për t'i ndihmuar. Cilat janë këto hapat e parë që bën mjeku për të vendosur një diagnozë? Infertiliteti ka një karakteristikë. Diagnozën e ka shumë të kollajt sepse ka në përkufizim. Nëse me sëmundje tjera ne duhet të bëjmë një sër analizash thjesht për të vënë diagnozën, te infertiliteti diagnoza është një përkufizim i vendosur nga ne. Atë po patën 1 vit dhe nuk ngelin shtatzan, e quajmë diagnozën e infertilitetit. Le të themi cilat janë gjërat e para më të përgjithshme që ne kontrollojmë si tek femra si te mashkulli. Vështirësia vjen pikërisht mbasi ti ke vënë diagnozën, sepse kur ti ke vënë diagnozën lind pyetja pse. Dhe çfarë a ka ndonjë gjë që mund ta evidentojmë dhe të mund ta trajtojmë. Dhe këtu infertiliteti është i fshehtë dhe shumë nga këto arsye janë të fshehta. Kështu që ne krijojmë një tabelë në mendjen tonë me shumë analiza dhe ekzaminime. Dhe fillojmë të rendisim duke nisur nga cilat janë më të shpeshta, cilat janë më të kollajt për të realizuar dhe pastaj i rirendisim duke marrë anamnezën pacient. Për shembull sa vite ka, a kanë fëmijë më përpara, a kanë kryer ndonjë operacion, a kanë sëmundje të tjera shoqëruese, a kanë një cikël të rregullt. Pa marrë një anamnezë dhe këtu me mendjen tonë ne i riorganizojmë ekzaminimet që duhet të bëjmë. E fillojmë gjithmonë nga mashkulli, sepse siç e thash spermograma është një analizë shumë e thjeshtë, dhe pastaj fokusohemi tek zonja. Brenda një cikli ne kemi bërë të gjitha ekzaminimet. Duke filluar me ekzaminime hormonale që i bëjmë gjatë kohës së ciklit, kalushmërinë e tubave që e bëjmë menjëherë mbas ciklit dhe ekografinë vaginale që unë e preferoj nga dita e 12 e ciklit që na jep informacion për rritjen e vezëve, për numrin e vezëve dhe për pjesën e brendshme të mitrës, nëse ajo ka një rritje normale apo patologji të fshehura në të.
Pra brenda një muaji ne arrim t'i bëjmë gjitha ekzaminimet dhe të kemi një ide ku mund të qëndrojë ky problem. Po për sa i përket AMH-s, se i shoh vajzat që janë shumë të shqetësuara në lidhje me këtë analizë dhe me këtë sasi vezësh. Në fakt kam lexuar disa mendime kontradiktore kur vjen puna te AMH-ja. Disa mjek thonë që është shumë e rëndësishme, por disa të tjerë thonë që nuk është faktori kyç në fertilitet, pra nuk përcakton një nivel i ulët AMH-je nëse ti je infertile apo jo. Kjo shkon sepse nëse ne kuptojmë çfarë përfaqëson AMH-ja. AMH-ja është një analizë hormonale e cila tregon sa folikuj kemi ne në gjumë në atë shportën e vezëve që një grua ka. Vezët prodhojnë disa milion në momentin që lind, disa qindra mijëra në momentin e pubertetit kanë ngelur dhe harxhohen çdo muaj rreth 70-80 vezë derisa mbarojnë dhe vjen menopauza. Kështu që AMH-ja na jep një orientim sa vezë mund kemi në atë moment kohës. Për shembull, nëse një vajzë është 25 vjeç dhe ka një AMH të ulët dhe një shoqe vet ka një AMH normale, shanset për të ngelur shtatzan janë një lloj, sepse shtatzania natyrale paret vetëm nga një vezë. Pra nëse njëri arrit një vezë dhe tjetri arrit një vezë, nuk ka rëndësi sa vezë të tjera janë, se në fund orisi një. Dhe cilësia e vezës varet nga mosha, nuk varet fare nga AMH-ja. Po AMH-ja na merr vlerë në dy situata. Në kontekstin e kohës. Pra sa kohë kemi ne për të ngelur shtatzan. Mos ndodhemi në situatë që s'kemi fare vezë. E kuptoj. Dhe e dyta, vlen kur pacienti do i nështrojë fekondimit in vitro, sepse ajo është e lidhur me sa vezë do mund të rrisim ne gjatë një procesi stimulimi. Në këtë mënyrë ajo na orienton dhe për protokollin që do të ndjekim. Por në shtatzani natyrale, si me AMH të ulët, si me AMH të lartë, shanset janë pothuajse një lloj për të ngelur shtatzan. E qartë, shumë e qartë. Mendoj se kjo jep edhe pak shpresë atyre që na dëgjojnë, se i shoh që i shkatron ajo diagnoza sapo marrin atë analizën me AMH të ulët edhe është pak. Jo, AMH-ja nuk ndikon në ngeljen shtatzan në mënyrë natyrale në atë periudhë të jetës. Thjesht të jep një mundësi që ti të marrësh masat. Që të bësh planifikimin. Bësh një planifikim. Dhe këtu kalojmë tek procedura siç është IVF-i apo dhe ngrirja e vezëve. Unë fillimisht doja të diskutonim për pjesën e IVF-it dhe më pas të kalonim tek procedura e ngrirjes së vezëve. Duke qenë se unë vetë vuaj nga PCOS dhe endometrioza dhe i gjithë ky podcast është rrotulluar pak a shumë përreth këtyre diagnozave, po besoj se PCOS-ja dhe endometrioza janë diagnozat më të shpeshta që mund të sjellin një paciente për fekondimin in vitro. Patjetër janë ndër arsyet kryesore pse ne realizojmë fekondimin in vitro ose pse çiftet mund të kenë vështirësi për të ngelur shtatzan. Si dhe sa ndihmon IVF-i në këto çifte? Ndihmon shumë. Pra nëse themi në këto çifte të fokusohemi te diagnoza e PCOS-s dhe AMH-s. Dhe unë do thoja që kombinimi që të ka dhënë PCOS me endometrioz nuk është keq. Është një kombinim i mirë nëse ne duam të shikojmë diçka pozitive në këto diagnoza. Sepse endometrioza ndikon tek vezoret dhe mund t'i dëmtojë ato, duke sjellë një rënje më të shpejtë AMH-s. Ndërkohë që një paciente që ka PCOS e nis starti me shumë vezë, pra ka një AMH më të lartë, që do të thotë endometrioza do ketë një efekt më të vogël në kohë në numrin e folikujve antral pra të AMH-s së saj. Kështu që është një kombinim i cili sigurisht mund ta vështirësoj kur bën të dy bashkë për të ngelur vet, por në aspektin e ruajtjes së fertilitetit, duke nisur nga një AMH më e lartë, ke më shumë gjasa që të kesh vezë në vitet dhe në kohën tënde të riprodhimit. Janë dy diagnoza komplet të ndryshme, janë të dyja dy diagnoza aktualisht të pasqaruara plot. Pra i kemi më të shpeshtat dhe kur vjen puna pse ndodh endometrioza, ne kemi hipoteza. Dhe hipotezë do thotë mundet edhe s'mundet. Edhe po ashtu te PCOS-ja kemi disa dritare të hapura që janë vërtetuar, por lidhja e plot, pra një teori që t'i lidhi gjithë elementet e ovarit polikistik në një, ne nuk e kemi akoma. Ka konferenca pafund që bëjmë për endometriozën, që bëjmë për ovarin polikistik, pra janë dy tema të pasgjithshme. Megjithatë, teknikat që ne kemi ndihmojnë. Për shembull, nëse do marrim vetëm endometriozën. Por nëse ne diagnostikojmë endometriozë, nuk do të thotë që do ngelësh vetë shtatzan. Ka plot çifte që kanë endometriozë, është një gjetje rastësore ekografisë, ngelin shtatzan vetë. Nuk prish asnjë punë.
çiftet e tjerë kanë vështirësi për ngelur shtatzan. Megjithatë, mund të akuzojmë endometriozën mbasi kemi përjashtuar të gjithë faktorët që ne mund të njohim. Dhe prap duhet të jemi me rezervaj të themi që ka fajin endometrioza. Me përjashtim, kur endometrioza është masive dhe ka sjellë mbyllje të tubave. Është i vetmi rast që ne mund të themi po endometrioza ja ku është ka mbyll tubat 100% faji saj. Në raste të tjera mund të ketë arsye të tjera që bashkë ekzistojnë, thjesht ne i bëm fajin endometriozës atë pam. Kështu që endometrioza ul mundësinë për të ngelur shtatzan në mënyrë natyrale, një mundësi që rikuperohet përmes fekondimit in vitro. Ka studime kontradiktore, por shumica e studimeve thonë që efekti endometriozës në rezultatin e fekondimit in vitro është minimal. Ndaj dhe sot, kur vjen puna që një çift ka endometriozë, ka tentuar të ngeli vetë dhe nuk ka rezultat, nuk është operacioni ndërhyrja e parë që ne rekomandojmë, por është fekondimi in vitro. Për shkak se ai rikthehen fertilitetin në kushte pothuajse normale si një paciente me fertilitet të pashpjeguar që bën fekondimin in vitro. Ndërsa operacioni i endometriozës për infertilitetin merret me shumë rezerva, për faktin se endometrioza është një kist shumë i ngjitur me vezoren dhe me heqjen e saj ti mund të heqësh edhe një pjesë vezores. Pra, pakson shumë vezë, madje mund ndodhi edhe ndonjë komplikacion gjatë operacionit dhe detyrohesh të heqësh gjithë vezoren. Kështu që duhet menduar mirë dhe duhet lënë si një alternativë e fundit. Ovari polikistik është komplet një çrregullim tjetër hormonal me shumë hipoteza gjenetike, multigjenetike, metabolike, të cilat bëjnë që të zgjohen shumë vezë nga gjumi, por asnjëra të mos rritet. Pra, mënyra si vezorja polikistike ndikon është përmes asaj që ne quajmë anovulacion, pra nuk rrit vezë dominante, dhe në cilësinë e vezës. Kemi parë që përgjithsisht janë vezë më pak kompetente për të dhënë embrion cilësor. Por prap ka pacient me ovar polikistik, të cilët ngelin shtatzan vetë, pra mjafton një muaj të rritet një vezë, kryen marrëdhënie dhe ndodh. Por dhe ovari polikistik, sidomos kur shfaqet me çrregullime të ciklit, e vonon kohën, tentojmë ta trajtojmë me medikamente stimuluese të lehta, jo gjithmonë funksionojnë dhe fekondimi është një mënyrë, pasi e anashkalon komplet problemin e mosrritjes së vezës, merr shumë vezë, krijon shumë embrion, ke mundësi të përzgjedhësh, të kesh për të vendosur të freskët, të kesh dhe për 10 fëmijë të tjerë. Po cilat janë hapat praktik të IVF-it? Sa zgjat një cikël, sa vizita përfshinte ginekologu, çfarë teste shkryhen? Ne në IVF përpiqemi të imitojmë natyrën. Në sensin që në natyrë zgjohen shumë vezë nga gjumi, por rritet vetëm një. Dhe kjo do rreth 12 ditë të rritet. Pra ne në vend që të zgjohet një, zgjojmë dhe të tjerat. Nuk i harxojmë, ato janë të destinuara të vdesin, por ne thjesht i shpëtojmë në mënyrë që t'i marrim. Si të rritet një vezë, do 12 ditë, si të rritet shumë vezë, prap 12 ditë duhet. Pra nga dita e parë e ciklit deri në marrjen e vezëve duhen rreth 14. Krijohet embrioni, vendoset embrioni brenda të njëjtit cikël. Pra nga momenti që vjen cikli deri në vendosjen e embrionit kalojnë rreth 17 ditë. Që brenda një cikli kemi marrë dhe përgjigjen funksionoi apo nuk funksionoi, sepse jo çdo embrion arrin të mbijë. Prandaj ne synojmë të kemi disa embrion që nëse nuk mbijnë të tjerët, ata të freskët që vendosëm, kemi embrion të ruajtur për t'i rivendosur në një cikël tjetër, në një procedurë shumë më të thjeshtë se sa IVF-i në vetvete. Po, sepse nuk do i duhet sërish që të marrim mjekimet, mund ta vendosim në një cikël natyral ose me mjekime me tableta në goja, që është shumë i kollajt edhe shumë më miqësor për pacientin. A ka ndonjë efekt anësor i gjithë ky proces për shëndetin e gruas? Në momentin që ti në mjekësi merr një medikament, ti ke një fletë shoqëruese. Dhe ajo të thotë efektet anësore. Pra të themi që në mjekësi për sa kohë ti jep barna, për sa kohë ti ndërhyr në trupin e njeriut, efektet anësore janë 0, nuk mund ta thuash, por janë probabilitet. Pra secili nga këto medikamentet që ne kemi mund ka listën e efekteve anësore, po për fat janë shumë të rralla. Janë aq të rralla sa që vetë fekondimi in vitro është një procedurë ambulatore dhe është një procedurë ku e bëjnë me miliona pacientë në planetin Tokë dhe ka rezultuar nga procedurat mjekësore invazive më të sigurtat që ne kemi. Kështu që dhe procesi marrjes së vezëve për shembull është një proces përmes agjes. Nuk është se hapet parku apo pret diçka, është një proces që zgjat 10 minuta në një anestezi të lehtë gjumvënëse dhe ti mund t'i marrësh vezët përmes agje. Madje më i saktë
në marrjen e vezëve, në ndrejtimin e ekografisë, se sa të marrësh gjak në një venë ku ti duhet ta prekësh me dorë dhe mund ta shposh, mund ta çash. Ndërkohë që kjo bën në ndrejtimin e ekografisë shumë e saktë, precize në secilën vezë. Por sigurisht që ka efekte anësore që mund të ndodhin. Për shembull, mund ndodhi gjatë marrjes së vezëve ti të kesh hemoragji, që mund të ndaloj vetë ose mund të detyrohesh ta ndalosh ti përmes qepjes. Që ka ndodhur. Dhe një komplikacion tjetër që është hiperstimulimi, pra kur pacienti merr shumë vezë, sidomos pacientët me ovar polikistik, dhe trupi mbi reagon, duke sjellë grumbullimin e ujit në hapësirat peritoneale, pra në barkun e vet, madje edhe në mushkëri. Po për fakt, madje ka qenë një nga protokollet më revolucionar që ka ndodhur vitet e fundit, është një protokoll të cilin ne e përdorim në pacientët me risk për hiperstimulim dhe kemi shmangur me 99% mundësinë e hiperstimulimit nëse përdorim këtë protokoll, duke ruajtur të njëjtin rezultat. Dhe kjo na ka shpëtuar. Hiperstimulimi ka qenë shumë i shpeshtë më përpara, ka qenë problem, prek mosha të reja, detyron të shtrohesh në spital, ku ngeli shtazan zgjaste 3 muaj, me komplikacione të mundshme që mund të rrezikonin shumë kollaj jetën e nënës. Po edhe monitorimi është goxha i kujdesshëm. Monitorimi shumë i kujdesshëm, po që në vlerësim sot ne kuptojmë kush është pacientja që mund bëj hiperstimulim, zgjedhim protokollin e dur dhe shmangim me 99% hiperstimulimin. Qëllon ndonjëherë, mund të qëlloj dhe me pak vezë, po përgjithsisht kur na ndodh një hiperstimulim që i ka shpëtuar këtyre metodave paraprake të vlerësimit, janë hiperstimulimet lehta që kalojnë vetë. Ne folëm pak për cilësinë e vezëve pak më parë. A ndikon IVF-i drejt për drejt te cilësia e vezëve apo është e lidhur vetëm me sasinë e vezëve? Sot kemi vetëm një mënyrë për të matur cilësinë e vezëve. Pra nuk kemi një test që ti marrim gjakun pacientit dhe të na japë një rezultat cila është cilësia e vezëve, është vetëm mosha. Pra mosha është një dhënë shumë e rëndësishme për ne. Është i vetmi faktor deri tani i zbuluar që ndikon në potencialin e një veze për të dhënë embrion të shëndetshëm që përkthehen në fëmijë të shëndetshëm në fund. Kështu që vetëm mosha, AMH-ja nuk tregon cilësinë e vezëve, stili i jetës nuk tregon cilësinë e vezëve, mund të bëjmë hamendësime, rrisje, pesha, endometrioza, ovari polikistik, ndikojnë negativisht në cilësinë e vezëve, por ajo që dihet është vetëm mosha. A keni ndonjë rekomandim që ua bëni pacientëve të cilat po planifikojnë për një shtatzani për të rritur cilësinë e vezëve të veta apo për të rritur cilësinë e vezëve nuk është se ka një ndërhyrje specifike që ti mund t'i thuash përveç se rekomandimeve që të kenë një jetë të shëndetshme, e cila ndikon jo thjesht në cilësinë e vezëve, po dhe në mbarvajtjen e shtatzanisë. Kështu që nxitja drejt një jete të shëndetshme me ushqime jo të procesuara, po me ushqime të një diete mesdhetare, ushqimet e shtëpisë që ne kemi, normalizimi i peshës, heqja e duhanit, heqja e alkoolit, të gjitha këto ndikojnë pozitivisht në fertilitet, po dhe në shtatzani. Kështu që është ajo që ne i nisi. Ndërkohë që duke njohur kufizimet që ka mosha, ne mund t'i rekomandojmë nëse ato kanë një marrëdhënie serioze, ta marrin seriozisht ngeljen shtatzan, pra mos ja lën pafund kohës, dhe nëse nuk ka një marrëdhënie serioze, mund t'i rekomandohet edhe ruajtja e vezëve për të ruajtur potencialin e fertilitetit dhe në mosha më të vogla. Kjo ruajtja e vezëve apo ngrirja e vezëve shikohet akoma me shumë skepticizëm. Sa vite ka që po aplikohet në Shqipëri kjo ngrirja e vezëve? Ngrirja e vezëve si në Shqipëri, si në gjithë botën nuk ka më shumë se 10 vjet. Sepse dhe kuptohet skepticizmi pasi është një teknik e re, e cila më përpara konsiderohej eksperimentale. Pra ekzistonte mundësia që t'i ruajë vezës, po rezultatet e shkrirjes dhe përkthimit në një embrion ishin të dobta. Tashmë me teknika më të reja, ruajtja e vezëve është bërë një procedurë shumë e sigurt dhe shumë më e parashikueshme. Është një procedurë e thjeshtë, e cila e ruan fertilitetin e gruas në një periudhë të pacaktuar. Kështu që është diçka që rekomandohet në grupe të caktuara pacientësh, por mund t'i rekomandohet çdo vajze e cila është kryesisht te fundi 20-ave të saj, që nuk ka i marrëdhënie ose shkon një karrierë të gjatë, është një mundësi për të ruajtur fertilitetin. Edhe AMH-ja e ulët është indikatori kryesor për pjesën e ngrirjes së vezëve? Është një si të kenë në plan. Është një këmban, është një mundësi. Pra nëse je në një marrëdhënie dhe ke një AMH të ulët, duhet të tentosh të ngelesh shtatzan. Pra t'japësh një mundësi. Nëse nuk je në një marrëdhënie ose je në një marrëdhënie që nuk planifikoni,
atëherë duhet kesh parasysh që AMH-ja për një periudhë 6 mujore nuk ndryshon. Pra si tani, si mbas 6 muajve asgjë nuk ndryshon, por mbas një viti ndryshon. Kështu që gjëja më mirë që mund të bënin çiftet ishte qoftë të ruante zonja vezët, duke i dhënë të paktën një astën mëng për vitet e mpasshme, ose të ruajnë embrionët nëse janë në një marrëdhënie me njëri tjetrin. Por duhet kemi një gjë shumë të rëndësishme të specifikuar te ruajtja e vezëve. Të ruash vezët nuk do të thotë të ruash fertilitetin. Po, se dhe këtë dua ta diskutojmë, cilat janë pritshmëritë. Pritshmëritë. Të ruash vezët do të thotë të kesh një mundësi më shumë, që do të thotë kur të vi momenti që jetë tek të 40-at e tu dhe nuk po ngel dot shtatzan në mënyrë natyrale apo përmes një fekondimi me vezë freskëta, ti ke disa vezë të ruajtura ndoshta 10 vjet më parë që mund t'i përdorë. Po shtatzania nuk varet vetëm nga veza. Jo të gjitha vezët që ke ruajtur shkrihen. Jo të gjitha vezët që shkrihen e pranojnë qelizat mashkullore. Jo të gjitha jo të gjitha vezët që pranojnë qelizat mashkullore t'japin embrion të shëndetshëm. Dhe jo të gjitha embrionët e shëndetshëm mbijnë. Pra të ruash vezët do të thotë ti të kesh një mundësi më shumë për të ndihmuar veten në një situatë hipotetike që mund të ndodhi në të ardhmen. Po kurse si nuk duhet të mendojmë sepse ruajtëm vezët dhe kemi të garantuar shtatzania do varet nga shumë faktorë që do jenë dhe atij momenti kur ti vjen. Ashtu siç IVF-i nuk është 100%. Absolutisht. Ndaj bëhen disa cikle. Patjetër. Po me moshën, se ne u fokusuam thjesht tek mosha dhe veza. Mos harrojmë që mosha vepron në dy krahat. Vepron dhe tek mashkulli, sepse spermograma përkeqësohet me moshën. Pra nuk ka të njëjtin rezultat. Para dhe dyta, mosha vepron edhe përmes daljes së smundjeve që më përpara nuk i ke patur, që mund të vështirësojnë ngjerjen shtatzan ose mund ta rëndojnë shtatzanin nëse ngel shtatzan. Prandaj mosha më e mirë për ngelur shtatzan, të paktën fëmijën e parë do të ishte para moshës 35 vjeç, pavarësisht se ne jeta është bërë gjatë, është bërë intensive, por biologjia nuk ka ndryshuar dhe ne jemi të njëjtët. A keni pasur raste pacientësh që mund të kenë ardhur shumë vonë për një ngrirje vezës ose edhe për IVF? Patjetër, qoftë për ruajtje të vezës, qoftë për IVF, gjithmonë më shumë kemi pacientë që vinë vonë. Më e vështirë është kur vinë për ruajtje vezës, sepse për shembull që para moshës 35 vjeç duhet të kesh të ruajtura rreth 15 vezë që ti të shpresosh për një shtatzani prej tyre. 35 deri në 40 që ti të kesh shpresa reale, pra me probabilitet të lartë, duhet 2 fish numri. Dhe mbi 40 vjeç duhet 3 fish. Kështu që mbi 40 vjeç në një cikël stimulimi ti mund të rrisësh 5 apo 6 vezë. Imagjino sa herë duhet të bësh procedurën që ti të krijosh një numër të tillë rastesh që të kesh siguri që do përkthehet në një shtatzani. Megjithatë, në një marrëveshje me pacientët, edhe kur ato janë në një moshë 37, 38, mund t'i ruajnë duke ja shpjeguar probabilitetin e shtatzanisë. Do kenë një mundësi më shumë, por do jetë një mundësi e vogël sepse duhet një numër i madh vezësh që të përkthehet në shtatzan. Ku që çiftet të tjerë ka plot që martohen vonë sot ose kanë vite të tjera, të tëra që tentojnë dhe të vinë për të ngelur shtatzan në një moshë ku ti e ke vështirë për t'i ndihmuar. Jo se teknika është ndryshe, teknika është një lloj, funksionon një lloj si tek ajo që ngel shtatzan, si te dikush që nuk ngel. Por lënda e parë me cilën ti punon është ndryshe dhe rezultati varet nga lënda e parë. Ke qenë shumë i qartë, doktor Blerti, në gjithë këtë diskutim, po për te anës mjekësore, se ndonjëherë, po gratë që vinë me pjesën e infertilitetit, vinë dhe me rëndesën mendore, emocionale, nga mbrapa, është gjitha i ankthi që e shoqëron të gjithë këtë proces. A ndihmon mjeku dhe nga ana emocionale pacientet? A ka një rrjet mbështetës për këto paciente? Ne bëjmë maksimumin ton. Ti kuptojmë dhe ti ndihmojmë dhe ti japim një këndvështrim pozitiv për jetën dhe për këtë gjë. Në fundit janë totalisht të shëndetshëm, në sensin që nuk kanë dhimbje, nuk kanë vuajtje që njeriu mund të ketë dhe shtatzania është një mundësi që ne mund t'i ndihmojmë, por siç thoshte një profesori im në jashtë, është nuk ka njeri që ngel pa fëmijë. Ngel përmes vezëve të tua, përmes në mënyrë natyrale, përmes stimulusve, përmes fekondimit, përmes vezëve të dhuruara, apo përmes adoptimit, kënaqësinë e prindërimit mund ta kesh. Pra pa fëmijë asnjë nuk ngel. Thjesht mund të duhet të bësh disa kompromise
të cilat vinë për shkak të rrethanave të jetës apo për gjëra që ne nuk i kemi në dorë. Dhe duhet pranuar kjo gjë. Më pëlqen që ta mbyllim këtu bisedën, sepse dhe një mesazh shumë të fortë, të fuqishëm, edhe shprese. Këto episode janë dhe në kuadër të festave, edhe besoj të gjitha ata çifte që nuk kanë një fëmijë këtë kanë dëshirën më të madhe, por rëndësi ka që shpresën ta mbajmë gjithmonë gjallë, të drejtohemi te mjeku në momentin e duhur dhe tek mjekët e duhur. Kështu që vlerësojmë dhe kohën. Po, patjetër koha ishte më e rëndësishmja. Këtë kuptuam nga doktor Blerti, kështu që mos e vononi. Procedurat e ekzaminimit, konsultën te mjeku nuk është turp, të mos ngelesh shtatzan, por duhet të shkoni te mjeku dhe mbi të gjitha duhen vizituar të dy partnerët. Dorë për dorë, doktori. Po, të dy bashk. Doktor Blerti, unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi biseda që ndam sot dhe uroj të kemi ndihmuar sa më shumë njerëz që na dëgjojnë dhe ju pastaj ti prisni tek klinika juaj për t'i ndihmuar më shumë. Ne mund t'i përsërisim këto diskutime sepse janë aktuale. Edhe jo të gjithë mund të ta ndjekin në një moment të dytë. Gjithmonë ka nevojë për rifreskim, plus është një shkencë me risi që ecën edhe mund dalin gjëra të reja. Shumë shpejt, po, e drejtë. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Tani dua të ndaj me ju një bisedë e cila për mua është shumë personale. E ftuara që kam në këtë pjesë të episodit është një vajzë me të cilën unë kam bërë klik me njëherë që në bisedën e parë. Ne kemi ndarë të gjitha sfidat, dhimbjet e rrugtimit tonë të endometriozës dhe kur gjen një person i cili po kalon në të njëjtën rrugë dhe në të njëjtën dhimbje si ty, ndihesh shumë i kuptuar dhe është gjë shumë e rrallë të ndihesh e kuptuar dhe të ndihesh që mund të flasësh me dikë lirisht sepse ai po përjeton të njëjtat gjëra si ty, sidomos në diagnoza si endometrioza që ndihesh vërtet shumë e izoluar. Ju do habiteni në fakt për personin dhe të ftuarën time të radhës, sepse si unë, si ajo, në rrjetet sociale vendosim të ndajmë vetëm punën tonë, edhe asnjë gjë nga jeta personale, asnjë gjë nga ajo sfide dhe barra që ne mbartim edhe kalojmë për ditë. Dhe jam shumë e lumtur që do kem të ftuar Vilmën sot në këtë pjesë të podcastit. Jam shumë e lumtur që ajo zgjodhi të flasi hapur, të ndaj pak për rrugtimin e saj mbi endometriozën dhe procedurën e ngrirjes së vezëve dhe jam e lumtur që këtë bisedë ma besoi mua. Vilma, përshëndetje. Përshëndetje, Anta. Ne po shifemi në disa rrethana jo fort të përshtatshme, por mirë se erdhe në podcastin tim. Mirë se ju gjej. Jam shumë e lumtur që ti pranove ta ndash këtë bisedë zemre me mua sot. Ne jemi kështu bashkëvuajtëse endometrioze. Dhe unë po thoja pak kur po të prezantoja që kam bërë klik me ty që në fillim pa të njohur fare, vetëm duke ndarë pak të rrugtimin tonë të endometriozës. Unë e di që është hera e parë për ty që do flasësh publikisht për endometriozën edhe procesin e ngrirjes së vezëve. E di që nuk është një bisedë as pak e lehtë dhe ndaj të jam shumë i njohëse që pranove ta bëjmë këtë gjë së bashku. Shumë faleminderit, Anta, për podcastin që e duke bërë, të kam ndjekur këto javët e fundit dhe me të vërtet po bën një punë shumë të mirë, e vlerësoj që je duke folur për tema kaq sensitive dhe në tjetër kohë po ndërgjegjëson shumë goca të tjera që vuajnë nga endometrioza ose nga PCOS ose sëmundje të tjera që shkaktojnë infertilitet, ashtu siç ose thjesht goca që janë në të njëjtin rrugtim si ky joni. Është shumë kënaqësi të dëgjoj dhe është shumë e vështirë që të jem këtu tani duke bërë këtë bisedë, por ti e bën shumë të thjeshtë. Duke qenë se ne të dyja kemi folur her pas here në Instagram për endometriozën dhe unë sa herë ti poston story, nuk sa kam thënë këtë, por sa herë ti poston story e hap me shpresën që ka diçka si për endometriozë, që të ketë
ti je duke zbuluar ndonjë suplement ose nuk e di, një zgjidhje. Ja, prandaj e bëj ato që bëj, sado që ndonjëherë dhe unë ndihem sikur do gjykohem, sikur është kjo stigma që jo po ja kjo ka një sëmundje, jo po kjo po ankohet, jo po kjo duket shumë mirë nga jashtë, po Kjo ka qenë dhe arsyeja pse unë nuk kam publikuar deri tani diçka mbi endometriozën dhe rrugtimin tim, sepse më duket sikur thjesht po e bëj bisht punëve dhe po justifikohem me sëmundjen që unë kam. Domethënë ne nuk kemi fare sëmundje që kemi dhe jemi shumë të forta që jemi duke bërë këtë rrugtim dhe në shumicën e kohës jemi vetëm në këtë rrugtim. Edhe e diskutuam pak edhe herën e fundit kur u takuam se ti ishe pas atij vrapit të pop-upit, edhe e diskutoam edhe që sa shumë energji kishe ti, kam edhe unë që po bëjmë kaq shumë gjëra në të njëjtën kohë. Po ndërkohë kemi dhe një gjendje, le të themi, mos ta quajmë sëmundje, kemi dhe një gjendje që na e merr pak energjinë edhe nuk na lejon që të jemi në potencialin maksimal që mund të jemi, por unë mendoj se ne po bëjmë më të mirën, edhe vërtet. Forca Vilma, forca Anta dhe forca të gjitha vajzave aty jashtë që përtej çdo vështirësie që kanë, zgjohen në mëngjes dhe vendosin të vazhdojnë përpara. Unë madje herën e fundit të thash stop. Po. Stop se të bën 100 gjëra, mund thjesht të qetësohesh dhe të marrësh kohën tënde për veten tënde. Do e marr. Se ndonjëherë bëhen shumë gjëra bashkë dhe harrojmë të dëgjojmë trupin. Kjo është ajo që po mësoj gjatë këtij rrugtimi me endo në fakt, që të marr kohën time dhe në momentet që kaloj në burnout ose kur domethënë trupi im më flet në momentin që unë po mbishty ose e sforcoj për të bërë gjëra. E në momentet kur trupi na flet, thjesht duhet të dëgjojmë dhe thjesht të rrim shtrirë, të marrim ndonjë gjë të ngrohtë, ta vendosim të barku mundësisht. Edhe thjesht të qetësohemi, të marrim kohën për veten dhe të dëgjojmë trupin. Po, kjo është sfida ime mentale. Të gjithave ne. Ty në fakt si ka filluar të flasi trupi jot? Që të tregoj që kishte diçka aty që nuk po shkonte dhe si u diagnostikove me endometriozë? Në fakt, kur më shkruajti për podcastin, pata një kështu trip down the memory lane. Kam qenë 27 vjeç kur u diagnostifikova për herë të parë me endo. Po i them shkurt endo se endometriozë është pak e gjatë. Po, si ta ndjesh ti? Her pas here, kështu i them unë endo në për ditëshmërinë time. Isha 27 vjeç, kisha aso kohë një punë 9-5, ndodhte shpesh punoja edhe me orë të zgjatura. Dhe sa herë më vinte cikli menstrual, kisha super dhimbje që deri në një farë kohë mendoja që ishte dhimbje normale, dhimbje menstruacione, si të gjitha gocat, deri në pikën që këto dhimbje sa vinin dhe intensifikoheshin, bëheshin akoma të forta dhe ishin më shumë si kriza se si dhimbje. Ishin kriza që të linin pa frym. Domethënë kishte momente gjatë punës që unë nuk mund të punoja 2 orë rresh, kështu duhet të rija diku. Mund thjesht strukesha diku edhe doja thjesht të mblidhesha, të bëhesha një top edhe të rija aty në dhimbjen time. U bë e pa menaxhueshme në pikën që një ditë e kam të fiksuar këtë në memorie që isha duke shkuar diku, më duket në bank apo të kesha nga banka dhe rrugës për në shtëpi më kapën këto krizat e endometriozës dhe unë nuk mund të ecja dot. Domethënë ngela në rrugë, isha vetëm, isha 3 minuta larg nga shtëpia në këmbë dhe nuk po shkoja dot në shtëpi. Kështu që gjeta lokalin më të afërt, u ula dhe piva një qetësues. Dhe ndeta aty gjysmë ore, 40 minuta derisa unë isha në gjendje të ecja, domethënë smundja, po themi gjendja që shkaktoi endo, më pengoi dhe nga aftësia më bazike që është të ecërit. Dhe atë ditë në fakt kuptova që nuk mund ta lija më pas dore se kaq, sepse ishte diçka jetike, po kthej në diçka që mua më pengonte stilin e jetës. Dhe pastaj si ka qenë vizita e parë te ginekologu? Bëra vizitën te ginekologu, unë isha vizituar edhe më përpara në fakt. 27 isha që u diagnostifikova me endo.
Doktori, doktor shumë i mirë, por shumë straightforward, shumë i drejtë për drejtë, pa shumë emocione, siç ndodh të jenë shpesh doktorët. Më tha ke 2 ciste endometriozik thuhet. Po. Ndoshta bëj ndonjë gabim me termat. Nuk ka problem. Në secilën nga vezoret, pra kisha ciste në secilën nga vezoret. Dhe tha duhet t'i heqësh, ndoshta jo tani se nuk janë të mëdhenj mjaftueshëm, por duhet të bësh laparoskopi për t'i hequr. Unë dola nga vizita e traumatizuar, me thënë drejtën, di vetëm shitrova mamit e motrës një foto të përgjigjes së vizitës. Dhe i thash kam këtë gjën, më thanë që kam këtë gjën, por nuk e di çfarë është. Thjesht e di që duhet të bëj operacion, do të thënë kjo ishte ajo që mora unë nga vizita e parë. Kjo ishte përballja e parë me endometriozën, pra unë nuk e dija çfarë ishte. Dhe mu desh që pas kësaj vizite të shkoja edhe në për ginekologë të tjerë që të kuptoja realisht çfarë po ndodh. Shkova në një tjetër ginekologe pas disa muajsh, e cila më tha po ke endometriozë, duhet të bësh një fëmijë, ishte përgjigja e saj. Po, këtë më kanë thënë dhe mua. Sa më shpejt duhet të bësh një fëmijë. Unë 27 vjeç nuk kisha ndërmend të bëja fëmijë, isha e lidhur me bashkëshortin që kam tani, ishim bashkëjetonim, por nuk ishim në stadin për të krijuar një familje. Kështu që shkova në një tjetër doktor, i cili më tha laparoskopi, domethënë kjo është vetëm një zgjidhje, nuk e çfarë bën. Ti ke bërë laparoskopi? Unë nuk kam bërë laparoskopi, sepse nuk e di, diçka brenda me më thoshte nuk është kjo zgjidhja. Dhe shkova pastaj në Itali pas një viti, e lartë sa kohë kështu, si në gjendje të fjetër smundje, thjesht po bëja asgjë, sigur hoqa dorë. Është ai pranimi, edhe mua më është dash gati një vit që ta pranoja. Po, edhe shkova në Itali për të marrë një tjetër mendim. Tash në Itali ndoshta dhe e njohin se kësaj kohe dhe kërkoja në internet, e shifja që dhe doktorët sa herë përballesha me ta për endometriozën nuk kishin një përgjigje. Një uri. S'ka një uri, është e pastëdyer. Është e pamundur, po është e pastëdyer. Fiks, është shumë evazive. Shikoja që dhe ata vetë nuk më thonin një përgjigje, por nuk ishin 100% të sigurt. Domethënë, e jepnin si opsion, po prapë ngelin në dorën time, nuk është se kisha diçka që duhet të bëja. Domethënë, hapi tjetër ishte kjo, edhe pastaj është kjo dhe pastaj sistemohet gjendja. Po. Kështu që shkova në Itali për një mendim pak më profesional. Dhe doktori i parë në Itali më tha, kur thash për laparoskopin, tha në asnjë mënyrë ti nuk duhet të ndërhysh në vezore pa bërë fillimisht një beb. Nuk këshillohet. Në Itali ishte komplet e kundërta e asaj që këshilloi në Shqipëri. Edhe aty tha shqyr që dëgjova intuitën edhe nuk e bëra ndërhyrje. Dhe e pyeta cili është hapi tjetër që duhet të marr, meqense okay, këtë s'po e bëjmë, por çfarë duhet të bëj? Domethënë what's the next thing? Çfarë gjëja tjetër për të bërë? Edhe më tha që këshillohet të bësh një analizë që quhet AMH, hormoni antimulerian. Për të parë sasinë e vezëve që ti ke. Duke qenë se endometrioza është një smundje apo smundje? Është një smundje që ndër të tjera shkakton dhe infertilitet. Domethënë përveç se të prish cilësinë e jetës, ti je tërkohës me ndjesi fryrje, dhimbje, gjendje emocionale të ngarkuar, ndryshim të gjendjes emocionale, po të humorit. Përveç këtyre shkakton dhe infertilitetin. Tha, kështu që bëjmë këtë analizën të shohim a ka ndikuar në sasinë e vezëve që ti ke, dhe doli që pasi bërë analizën, sasia e vezëve që unë kisha ishte goxha e pakët krahasuar me atë që duhet ishte për moshën që unë kisha ato kohë, isha 29 vjeç. Vlen të theksohet, unë e bisedova dhe me ginekologun që kisha para pjesës tënde tani, që endometrioza është një nga faktorët kryesorë që ne na ul shumë shpejt numrin e vezëve. Dhe cilësinë përveç se numrin. Kështu që aty ishte shoku im i parë, kur pash që sasia e vezëve që unë kisha ishte goxha e vogël, goxha e pakët, dhe mbaj mend që realisht ishte një farë traume, një farë shoku, dhe qava atë ditë. Qava dhe madje i bëra edhe një foto që ta kisha si
të dokumentuar për ballin time të parë. Vlen për të theksuar që unë nuk kisha asnjë informacion lidhur me ngrirjen e vezëve në atë periudhë. Ishte hera e parë, domethënë përveç se kisha dëgjuar që Bleona Qereti para ca vitesh e kishte bërë si procedurë, domethënë ajo ishte vetëm informacion që u kisha për ngrirjen e vezëve. Edhe unë atë kam pasur. Kaq dia. Kështu që hyra kësaj pune. 29 vjeç kam bërë ciklin e parë të ngrirjes së vezëve dhe deri tani që jam 31 kam bërë 3 cikle të ngrirjes së vezëve, duke qenë se sasia e vezëve që unë kam është goxha e vogël, më duhet që të marr sa më shumë vezë këtë periudhë. Paktën derisa të jem 30-35, mos gaboj, sugjerohet që të marr sa më shumë vezë, duke qenë se cilësia sa vjen edhe është në rënje, sidomos për ne që jemi dhe me endo. Kështu që po mundohem që në këto vitet, në të early 30s, në 30-tat, të marr sa më shumë vezë të mundem. Është më shumë për si një lloj sigurie që i kam aty për çdo rast, në rastin më të keq i kam të ruajtura. Si është nga ana praktike ky procesi i ngrirjes së vezëve? Ndoshta për këto vajzat që po e mendojnë, po nuk din fare si ngjan si proces. Unë mendoj që vjen me tre ngarkesa ky proces i ngrirjes së vezëve. Ka ngarkesë emocionale, ngarkesë fizike dhe ngarkesë financiare, vlen për të përmendur që është një procedurë që nuk kushton pak. Është goxha e kushtueshme, kështu që vjen me një bagazh gjërash me vete. Ka ditë, domethënë në ditën që ti fillon të bësh ngrirjen e vezëve, fillon procedurën, do duhet të shkosh disa herë në spital për të bërë eko, për të parë nëse folikulat po zhvillohen, sepse supozohet që ti të marrësh sa më shumë më të mirën e vezëve dhe sa më shumë sasi. Kështu që do duhet dhe të stimulohesh. Stimulohesh çdo ditë me këshillat e doktorit, çdo ditë duhet të bësh gjilpëra në bark. Unë e kam shumë të vështirë të bëj gjilpëra dhe më kam një lloj frike me gjilpërat, e kam thënë edhe ty. Ka shumë goca që ja bëjnë vetes, unë nuk kam arritur kur ta bëj. Domethënë për herësh ose mami që është infermiere, ose mami ose motra, madje një herë dhe babi mi ka bërë, një herë tjetër që s'kisha asnjë, isha vetë, mora një infermiere që i bëri. Domethënë të duhet të bësh dhe mjeke. Ndonjëherë. Unë stimulime kështu nuk kam bërë, po kam bërë atë beta HCG-n që e çan vezën edhe stimulon pjesën e ovulimit, po vetja kam bërë vetes të gjitha herët që... Po mirë, ti dhe justifikohet si dhe doktoret. Po, unë vetëm kur e shoh gjilpërën jam kështu, kam frikë. Ndoshta periudha më e ngarkuar emocionale, përveç se ke lodhje kështu fizike, ndjen të vjen për të vjell, je anksioze, i bësh me nerva shumë shpejt. Domethënë disa nga simptomat, qanë shumë shpejt, po, nuk di ku je. Ata nga simptomat, më tha doktori, janë të ngjashme me ato të ngelurit shtatzan, domethënë ka shumë ngjashmëri gjatë asaj periudhe. Pjesa më e thjeshtë është të futesh në operacion, të bësh narkozën dhe të marrin vezët. Domethënë ajo është gjëja më e thjeshtë për të bërë. Nuk dua ta bëj sigurisht fundi botës, nuk është. Kjo është eksperjenca jote, po edhe është thjesht pak ndryshe nga as nuk duhet minimizuar, mendoj. As nuk duhet minimizuar, por e di që ka dhe sëmundje tjera që janë shumë të vështira se në metriota. Po ne kjo na ra për pjesë, kështu që se është kjo, domethënë mua nuk më pëlqen ta minimizojmë, se duket sikur heqim atë dhimbjen, lodhjen. Ajo është aty, është e padukshme, sepse po ta shikonin të tjerët çfarë bëhet brenda trupit ton dhe çfarë bën vërtet endometrioza, që shkatron çdo gjë, do e kuptonin. Po nuk e kuptojnë vetëm se nuk duket, prandaj. Mundohem që të bëj sikur se kam. Ka ditë që jam në denial akoma. Edhe unë. Jeta vazhdon edhe ne na duhet të ndjekim një lloj ritmi të caktuar. Ajo që mua më mërzit më shumë, domethënë besoj e diskutuam pak edhe bashkë herën e kaluar, është që unë ndihem aq energjike dhe kam aq shumë ide dhe në kokën time dua të bëj aq shumë gjëra dhe pastaj
trupi nuk më Do i përgjigjet. bësh. Do i bëj, patjetër. Do i bësh, Do i bëj me Anta, hapin thjesht tim, të ngadal bëj ngadal, Mhm. avash, Fiks. po mendoj vërtet sikur ne të ishim në potencialin ton të plot, çfarë do kishim bërë tjetër? Ti një herë, nuk e di, Jo, domethënë edhe- podcast, edhe ti ke bërë dhe shumë. trajnime. Jo, edhe ti ke bërë dhe po bën shumë vërtet. Është i vështirë, po nuk duhet ta minimizojmë këtë që po kalojmë, nuk duhet. Ndaj edhe kam dash ta bëj podcastin që t'i japim zë edhe se nuk flitet fare, nuk flet Nuk askush. flitet fare dhe mendoj që kjo që ti po bën është shumë fuqizuese. Është shumë ndërgjegjësuese dhe fuqizuese, sepse unë në periudhën që u diagnostikova me endo do doja shumë që të kisha Po. ta kisha parë diçka online. Në shqip jo, po unë duhet të futesha në për rrjete sociale, në website të ndryshme që të informohesh për endometriozën, Po. sepse në shqip nuk ka asnjë material Jo, shqip të asgjë. shkruar ose audio vizi. Nëse këtë gjë që ne po bëjmë sot, do e kisha unë kur isha 27 vjeç para 4 vitesh, do e kisha parë, do ndihesha shumë do isha më komfort, më rehat. Unë kisha një paciente para ca muajsh, edhe po i bëja një peeling. Edhe nuk kam për të haruar historinë me atë, se më thoshte që jo po unë kam shumë dhimbje cikli, jo po ande, jo po këtë. I thashtë, lutem shko vizito sepse ti mund të kesh endometriozë. Ajo ishte vizituar në për shumë mjek të ndryshëm dhe ajo ishte 23 vjeç, në mos gaboj, ajo do e shofi podcastin, jam e sigurt, kështu që le të më shkruaj. Dikute 23 Të përshëndesim dhe të duam, kurdo që je. Po. Edhe kishte shkuar në aq shumë mjek, po askush nuk i thoshte se çfarë kishte, derisa më në fund mjekja që unë e rekomandova e diagnostikoi me endometriozë. Ajo nuk kishte një partner ose nuk po mendonte në atë moment për fertilitetin, normalisht shumë e vogël, dhe për të sjellë në jetë një fëmijë dhe ngriu vezët. Edhe, Bravo. me thënë, në informacioni na ndihmon dhe të planifikojmë. Edhe ndaj duhet që të flasim dhe përderisa ne i kemi platformat, unë, ti, madje unë dua që të flasin dhe njerëz që kanë më shumë djegës se sa ne të dyja, edhe kanë më shumë fuqi, po e nisim nga vetja dhe pastaj ndoshta të vazhdojnë, ndoshta dikush frymëzohet nga kjo bisedë dhe ndan dhe ai historinë e vet. Dhe besoj se që të dyja biem dakord që gjëja që do donim të dinim më shumë në këtë procesin që ne po kalojmë është informimi, që ndoshta këtë planifikimin ta kishim bërë pak më herët, edhe tani mos unë të jem në garë me kohën për të lindur një fëmijë dhe ti të jesh në garë me vezët e tua për t'i ruajtur edhe për të patur sa më shumë. Më fal, Anta, unë do doja që këtë informacionin ta kisha që kur isha 25-26 vjeç dhe jam e sigurt që do kisha ruajtur më shumë vezë atëherë, nuk do duhet të bëj kaq shumë cikle dhe vezët që do kisha do ishin më të mira se këto që kam ruajtur në fillim të viteve 30 që jam tani. E mendoj pak a shumë një lloj investimi këtë të ngrirjes së vezëve. Për një, sikur e ke të ardhmen fertile ke pak më të sigur, po them 1% sigurie ke pak më shumë. Është sikur të ruash para në bank, kjo ruajtja e vezëve. Është investim. Për një ditë që ti nuk e di nëse do duhet të bësh IVF, a do e bësh vetë babyn, nëse nuk ke tani një partner stabil, je në fillim të viteve të kam shumë shoqe që janë single dhe janë te 30-at e tyre. Dhe janë me këtë stresin e orës biologjike që po i ndërkohë, por nuk po gjej një partner, po dhe të gjej një partner, nuk duan thjesht të bëj një fëmijë. Ti je sa për ta bërë një fëmijë. Kështu që mendoj që është koha e duhur për të bërë ngrirjen e vezëve, nëse nuk ke edhe një partner. Rasti im ishte i veçantë sepse unë partnerin e kisha, por ne ka qelluar fiks periudha që u shpërngulëm në Amerikë, kemi qenë pastaj nga Kansas erdhëm në New York, ka qenë një periudhë shumë tranzitore në jetën tonë dhe nuk ka qenë prioritet të bërit e një fëmije. Mendoj që ka marrë vendimin më të mirë ato kohë. Ka të bëjë shumë dhe personi që ke në krah kur ke këto lloj
sëmundjesh. Për momentin unë jam duke punuar me imazhin që kam ndaj trupit tim. Domethënë dua ta shoh trupin si jo diçka që po dështon, jo diçka që ti nuk do ta shoh si paftësi, dua ta shoh diçka që mund të rrisi dhe diçka tjetër, që ka jetë aty brenda, që mund të japi jetë një jetë. Po, sepse mendoj që trupi ynë sado që kalon gjëra është shumë i fuqishëm. Po, ti je gjëja më e rëndësishme për veten tënde, kështu që për veten duhet ta shohësh në këtë, ta bëjmë prioritet. Po, në këtë drejtim. Ne nuk jemi endometrioza, ne nuk na përkufizon as endometrioza as infertiliteti, ne jemi çfarë duam të jemi dhe çfarë kemi gjithë atë energjinë këtu në mendje dhe në zemër. Është shumë psikologjike si sëmundje, domethënë të ndikon shumë psikologjikisht dhe nëse ke forcën për ta mposhtur nga ana emocionale, mendoj që edhe nga ana shëndetësore sado kështu në ajër mund të duket ty si doktoresh, por mendoj që është shumë psikologjike edhe kjo, mënyra se si e merr një sëmundje. Vilma, faleminderit shumë që ne ndam këtë bisedë kaq të ndjerë për të dyja. Shpresoj që të kemi ndihmuar sa më shumë vajza që po na shohin përtej ekranit. Ndoshta të kemi nxitur një dëshirë për të shkuar te mjeku, sepse ndoshta dhe ato kanë dhimbje me ciklin dhe nuk din t'i vënë një emër. Po, të lutem. Po. Të lutem, thjesht shkoni dhe kontrollohuni. Mjeko s'ka asgjë. Po. S'ka asgjë, por dhe është gjithçka në të njëjtën kohë. Po edhe për të ndërgjegjësuar dhe për t'i dhënë një shtys të gjitha atyre që po mendojnë procesin e ngrirjes së vezëve, kanë apo nuk kanë një partner, sepse ngrirja e vezëve nuk lidhet vetëm me problematika si endometrioza apo PCOS-ja, por edhe me ke apo nuk ke një partner, mosha ikën, numri i vezëve dhe cilësia e vezëve ulet gjatë gjithë kohës dhe jeta kaq e shpejtë që bëjmë ne tani, të ngrish vezët, mendoj se duhet të jetë një mundësi që të doja shumë të ishte falas dhe ose me një çmim. Do doja edhe unë, ose e rimbursueshëm, po ndoshta dhe shteti jon do vi një moment që siç tani po ofron IVF-in në martenitet. Në vërtet. Po mund të kemi dhe këtë gjë ndoshta më vonë. Vilma, bravo. Të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Do të thoya edhe diçka të fundit nëse mundem. Po. Një ndër arsyet që doja ta bënim këtë video call dhe të dilja kështu me zë dhe me figurë, është për faktin që domethënë ka shumë goca që e shohin si sëmundje të keqe ose diçka që nuk do të flitet. Mundet thjesht ta ndryshojmë këtë mendësi që kemi, domethënë para 2-3 muajsh takova rastësisht një kliente dhe kur i thash që po shkoj në spital sepse po bëj këtë ngrirjen e vezëve, thjesht në bisedë sipër, domethënë, thjesht e përmenda, ngeli dhe më tha, me vërtet po e bën, po mos e thuaj. Domethënë pati një lloj reagimi kështu sikur mos e thuaj se çfarë? Çfarë do ndodh? Nuk e kuptova. Çfarë do ndodh? Nëse do të them, thjesht endometrioza, ajo që bën dhe që e bën shumë mirë është të ndërgjegjëson për stilin e jetës që ti ke. Mendoj që kjo është pushi, është shtyrja që na duhet që të ndryshojmë gjërat që po bëjmë dhe t'i bëjmë siç duhet. E mbyllim me këtë mesazh. Unë shpresoj të jesh ndjer rehat se kisha shumë rehat. Jo, unë jam ndjer shumë rehat. Thjesht her pas here kam emocione, sidomos kur bëhet fjalë për podcast ose shfaqje televizive ose gjëra kam pak emocione dhe ndonjëherë dal nga vetja, domethënë nuk jam shumë e lirshme, por mendoj që në këtë bisedë isha goxha e lirshme, nuk e di, më thuaj edhe ti për më shumë. Jo, besoj presim edhe komentet e këtyre që do na dëgjojnë, por për mua ishte fantastike. Unë të falenderoj shumë. E drejtova si një video call me mikeshash. Faleminderit shumë. Je shumë e mirë. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit. Ciao. Uroj që ky episod ju ketë pëlqyer sot, t'ju ketë ndërgjegjësuar, na bëni një like, një subscribe, shpërndajeni me dikoj që po vuan në të njëjtën rrugtim si ne dhe kaq, shihemi në videon e radhës.